Përshëndetje miq, ja kemi përsëri në emisionin tonë në televizorin Albania TV. Sot bëjmë një emision urgjent, mbasi sot u mbyll konsultimi publik për projektin e ligjit të ri të emigracionit. Si është e vërtetë dhe çfarë do thotë kjo? Mund t'i fjala për ju. Përshëndetje dashur bashkëtar, ja po jemi në një emision të jashtëzakonshëm. Kjo vjen për faktin sepse siç e thash diskutim sot u mbyll konsultimi publik për projektin e ri që parashikohet për emigracionin. Konkretisht është një projekt ligji bazuar në direktivën e Bashkimit Evropian 1233/2024, e cila imponon dhe orienton vendet të anëtare të Bashkimit Evropian të harmonizojnë kuadrin ligjor dhe politikën e migracionit me direktivat e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, edhe Shteti grek dhe posaçërisht Ministria e Migracionit dhe Azilit ka bërë këtë projekt ligj, i cili e nxorri për konsultim publik. Fatmirësisht pati një interes. Nëse më ta themi me terma dhe me shifra konkret, më shumë se 250 komente, të cilat janë komente dhe propozime online rreth projekt ligjit. Këto komente kanë ardhur nga individ apo nga grupe interesit, shoqata, qofshin këto shqiptare me origjinë migratore apo kryesisht shoqata greke, të cilat kanë dhënë opinionin e tyre dhe mendimin dhe propozimet e tyre për ndryshime apo paqartësi dhe për përmirësimin e kuadrit ligjor. Nga ana tjetër ka patur një zhvillim i cili mendoj vlen për të theksuar, të pak në faktorë shqiptare. Atë që unë di është fakti që diaspora shqiptare e Greqisë para pak kohësh, mbasi mbyt një cikël takimesh me institucionet zyrtare greke, ne kemi pohuar, por vlen ta rifleksojmë për bashkëtarët tanë, ata që na ndjekin me atë ekranet të Albania TV, ka nisur disa propozime rreth projekt ligj, sepse na kërkuan në takimin që ne zhvilluam, ose më saktë zhvilluam përfaqësuesit e diasporës shqiptare në Greqi me Departamentin e Drejtave të Njeriut të Demokracisë së Re, të cilat kanë kaluar direkt janë përcjell organeve kompetente. Dhe kjo është një zhvillim pozitiv. Çfarë do të thotë konkretisht mbyllja e konsultimit? Mendoj që është të paktën në këtë kontekst është një diçka shumë e mirë dhe ka shumë interes për të gjithë dhe prit me vëmendje hapet e mëtejshme. Mundi. Okej, çdo vit ne jemi përballë këtyre ligjeve apo jo? Ju pak më parë thatë që u mbyll konsultimi publik për projekt ligjin e ri. Kjo është pozitive apo jo? Atëherë cili është hapi tjetër? Okej, ky konsultim publik u mbyll. Çfarë do ndodh me këtë? Apo do vazhdojmë zvarritjen prapë si të tjera? Okej, shumë e drejtë pyetja dhe sqarimi tim nga vetë. Mbetet të sqarojmë dhe të themi për opinionin çfarë ndodh mbasi mbyll konsultimi publik. Në çdo rast, çdo ligj del për së miri dhe për të përmirësuar kuadrin ekzistues ligjor. Në rastin konkret, edhe ky projekt ligj sjell disa risi, disa të reja për emigrantët e vendeve të treta që jetojnë në Greqi. Por, ti marrim gjërat me radhë. Së pari, çdo projekt ligj që del ka një proces i cili i nështrohet hap pas hapi për të marrë vëmendjen e duhur dhe kalimin në historinë përkatëse. Çdo thotë konkretisht. Mbasi mbyllet konsultimi ligjor, bëhet proponimi i komenteve dhe propozimeve përkatëse që janë bërë online apo ato që janë dërguar me shkresë me email në organet kompetente. Dhe sigurisht këtë bën Ministria e Migracionit dhe Azilit, të cilët i mbledh këto propozime dhe ja paraqet institucioneve konkrete. Çdo të thotë kjo, do thotë ka një komision specifik të legislaturës, pra janë njerëz me njohuri dhe aftësi ligjore, të cilat merren me këto konsultime, pra diskutojnë dhe shqyrtojnë kërkesat e propozimet e bëra. Ky tekst i gjithë ky projekt ligj son disa përmirësime dhe përshtatje me bazën ligjore që të marrë formën përfundimtare. Më pas, mbasi merr formën përfundimtare, ky projekt ligj i dorëzohet zyrtarisht Parlamentit në Ministrinë e Migracionit dhe Azilit, është organi kompetent. Pasi i dorëzohet Parlamenti në bazë specifikës ja paraqet komisionit përkatës i cili merret me shqyrtimin dhe merret me diskutimin e projektit. Mund të këtu? Sa institucione përfshihen te ky konsultimi publik? Pyetje janë shumë institucione. Pra nuk është vetëm Ministria e Migracionit dhe Azilit, është Ministria e Brendshme, është Ministria e Kujdestit Qytetarit, është Ministria e Jashtme, është Ministria e Financave. Janë edhe një sër institucione të tjera, sepse kur ndryshon një projekt ligj, nuk është vetëm ana ligjore, pra dhënies leje qëndrimi, por janë një sër institucione që
implikohen drejt për drejt, pra përfshihen drejt për drejt ose në mënyrë të tërthor, sepse është dhe kosto ekonomike dhe procedura ligjore, shpërputhja dhe në fund të fundit edhe ta themi strategjia kombëtare për interes të shtetit dhe ruajtja e kuadrit ligjor të vendit të pritës, të respektimit kushtetues dhe më pas që e gjithë puna dhe propozimet, kërkesat dhe projekt ligji të vej i harmonizuar për shqyrtimin në komisionin përkatëse. Domethënë tani në ombrellën e Ministrisë të Emigracionit apo jo? Rolin kryesor, kush e ka në këtë mes? Rolin kryesor e ka komisioni i shqyrtimit të projekt ligjeve, po institucion të ministri. Nuk është i ministrisë, është i parlamentit. Parlamenti është mbi ministrit. Parlamenti është ligjvënës, pra krijon ligje, provon ligje. Pastaj ministri por gjatë hartimit të projekt ligjit përfshihen dhe shumë ministri. Veç kësaj, komisionet parlamentare, siç e dim, përbëhen nga përfaqësues ligjor të shumë institucionave dhe aq më tepër nga përfaqësues të gjitha forcave politike. Dhe në komisioni, për shembull, kemi komisionin e punës jashtë, komisionin e çështjeve sociale dhe të integrimit apo një formë çdo institucioni tjetër, ose komisioni tjetër parlamentar që merr me shqyrtimin e këtyre kërkesave. Komisionet i nderuar shpëtimit të dashur bashkëtarë që ndikni merren me specifikimin dhe përmirësimin akoma edhe më shumë të projektit. Çdo të thotë përmirësim. Përmirësim nuk do të thotë automatikisht dhënie lejes qëndrimit të emigrantëve thënë të madhësh, por përmirësim duke përshtatur projekt ligjin me gjuhën ligjore në përputhje me kushtetutën e Greqisë dhe sigurisht në bazë të vendimeve të gjykatës kushtetuese apo të gjykatës së lartë, duke harmonizuar në politikat migratorie dhe në harmoni me direktivat e Bashkimit Evropian dhe politikat migratorie. Pra, ky është pjesa e komisionit të shqyrtimit të ligjeve. Ndaj është komisioni i shqyrtimit të ligjeve, pasi merr propozimin e det dhe në më thënë nisma dhe përgjegjësia e përgjithshme e parë është e Ministrisë së Emigratimit dhe Azilit, sepse është institucioni kompetent i cili ka marrë të nisën, por në bashkëpunim dhe me institucionet tjera, pra si sta ministrit që përfshihen në mënyrë të drejta për drejta apo tërthore, dhe më pas është komisioni i cili e shqyrton dhe çfarë bën, pasi shqyrtohet dhe merr formën përfundimtare, ja paraqet për seancë plenare për votim Parlamentit të Greqisë, pra komisioni specifik, komisioni i shqyrtimit të çështjeve të sociale apo të integrimit në bazë të kompetencave, më pas ja paraqet për votim në seancë plenare. Por edhe në votim në seancë plenare nuk është se ky projekt ligj do votohet siç është. Pra aty mund të ketë ndërhyrje sepse ka propozime nga grupet të tjera politike, të çdo forca politike, e cila gjykon dhe propozon një ndryshim të përshtatshëm. Nëse merr përqimin e kolegëve, pastaj ato përmirësohen dhe sa marrin formë zyrtare. Ky është aq i themi një shtet demokratik dhe një formë demokratike të funksionimit të tij. Mund bëj një pyetje pas së dashur Shmondi? Ne kemi nga në veta i bëj 28 vjet që ne ende jemi në këto ligje. Këtë radhë, në këtë konsultim publik të projekt ligjit të ri, ka patur në Komision Emigrant? Unë e thashë më herët, komisioni nuk ka pasur Komision Emigrant sepse nuk aplikohet më ky format. Dikur aplikoi, po aplikimi që bëhej në formë jo transparente dhe përzihesin disa individë cilët në fund të fundit s'kishin edhe fare me migracionin, pra ishin një individ thjesht që përdoreshin nga politika greke. Mjafton të përmend një rast kur unë kam qenë aktivist dhe ka qenë Partia e Laos, e cila mori përgjegjësinë dhe u diskutua një projekt ligj atëherë për emigracionin dhe paraqit disa individë të cilët vetë se zgënjim ngjallën jo ndihmuan, por politikisht dhe për Evropën kjo kalon sepse u paraqiten disa emigrantë dhe emigrantët u propozuan, por gjithsesi ky proces dhe ky format është hequr, nuk aplikohet më. Është ajo që thash më herët, si aplikohet, paraqitet për konsultim publik projekt ligji, të gjithë të interesuar, qofshin individ të thjesht, pra emigrant të thjesht, qytetar grek, grupet të interesit që janë shoqata, organizata, konfederata, federata, komunitete, diaspora, që është organi mendoj më kompetent në të rast, avokat, jurist, organizata të drejtat njeriut, institucione që kanë profil ndërkombëtar, të cilët kanë pra interes të drejtpërtesë të fortë, automatikisht e shqyrtojnë projekt ligjin, e shqyrtojnë propozimet e bëra nga ministria dhe më pas lën komunitet tyre ose bëjnë ata propozimet e tyre, qoftë në ligun zyrtar ose më saktë
në formë elektronike apo me anti-maili dhe me anti-shkresave. Pra kjo është proceduri. Dhe në fund, pasi kalon në seancë plenare dhe votohet, është hapi i fundit, ose më saktë i parafundit më saktë, duke u publikuar në fletorin zyrtare. Nga momenti që publikohet në fletorin zyrtare, atëherë merr fuqi zbatimi. Por kujdes, këtu pastaj ishte pjesa që mendoj është e rëndësishme për të thënë, fillon e kalvari i dytë, i cili përfshin të gjitha qarkoret apo urdhëresat ministrore dhe udhëzimet si do të zbatohet ligji. Dhe këtu pastaj filloi pengesë sepse mund të një ligj shumë pozitiv për emigrant, por më pas ministri dhe ministrit e implikuara që kanë kompetenca nxjerrin qarkore të cilat shpeshherë janë penguese apo janë qarkore që nuk e lehtësojnë procedurën, por e vështirësojnë shumë. Zoti Mundi, unë telegrafisht dua një përgjigje, të rikthem prapë pyetjes që bëra pak më parë. Kjo është pozitive apo jo? Në çdo rast është pozitive, sepse kemi një përpjekje tjetër për ndryshimin e gjendjes së emigrantëve, por se sa emigrant përfitojnë në këtë ndryshim ligjor nga ky projekt ligj, kjo më të për të diskutuar dhe mendoj që do të analizojmë edhe në vijim, por edhe në emisione të tjera, në shumë e rëndësishme. Pra, në çdo rast, ne e përshëndesim dhe e mirëpresim, sepse sigurisht ndryshimet ligjore gjithmonë vijnë për mirë për të përmirësuar kuadrin aktual ligjor dhe kryesisht politikat e emigracionit. Mundi, unë kam një pyetje të fundit që është pak e gjatë. Mundi, do ta lexoj për që më konkret me ju. Në adresë Albania TV-s kanë ardhur qindra pyetje telefonata, Mundi. Interesi shumë i madh siç e kemi përsëritur dhe herën tjetër. Shqetësimi dhe problemet emigrantëve janë të panumër, tha Mundi. Lloj telefonatash, lloj komentesh, shikojmë tek Facebooku Albania TV. Çfarë pritet të dalë pozitive? Rikthem prapë te pyetja juaj. Nga ky projekt ligj, ka të reja apo më saktë ndihmon apo penalizon emigrantët? Se gjithmonë flitet për ligje, qarkore, dhe kemi 28 vjet, jemi pa aty. Pra, 21 para, fillojmë mrapa. Dhe ato ketë përfundimisht lehtë përshme? Okej, atëherë konkretisht me një përmbledhje, atë që unë kam konstatuar dhe kam identifikuar për momentin në ndryshimet dhe propozimet që janë bërë, sepse thash do ketë ndryshime edhe më tej, si në Komisionin e Shqyrtimit të Ligjeve, por edhe në seancën plenare të propozime, atë që unë kam konstatuar dhe mund t'ja transmetojmë bashkëtarëve, ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit të Albania TV, janë disa kategori që mendoj që janë shumë të rëndësishme. Pra, çfarë konkretisht? Rikthehen lejet vjetëçare. Çfarë do thotë kjo? Deri më sot dim shumë mirë që kishte leje vjetëçare, por fatkeqësisht ndryshimet ligjore i penalizuan të gjithë. Rikthehen lejet vjetëçare. Po. I penalizuan gjithë ata që kishin leje vjetëçare dhe i detyruan të kalonin me një kategori tjetër dhe më tepër në kategorinë e lejeve 3 vjeçare. Pra kjo është një penalizim dhe një padrejtësi që u bë kësaj kategorie. Çfarë do thotë rikthimi i lejeve vjetëçare? Parashikohet që lejet vjetëçare të rinovohen, sepse u tha në ligjin e fundit të vitit 2023 që rikthehen lejet vjetëçare, por nuk ishte rikthim lejet vjetëçare, ishte leje fidestare dhe vjetëçare, do të thotë, nëse dikush kishte një leje vjetëçare dhe i skatonte, automatikisht ai konverton atë në lejen e kategorisë 5 vjetëçare. Më fal se ka shumë mëse lutem, të mbaroj. E dyta, leje vjetëçare, dikush që kishte marrë leje vjetëçare si emigrant, dikush që kishte marrë leje vjetëçare si prind apo si bashkëshort apo si pjesëtar i familjes së suksesit grek, nuk e kishin mundësinë e rinovimit. Aktualisht, me ndryshimet që parashikohen, automatikisht individi dhe personat që posedojnë një leje vjetëçare e marrin automatikisht se e rinovojnë lejen vjetëçare. Ndërkohë, sigurisht, vijon pasaj rinovimi i atyre që kanë leje vjetëçare dhe kanë leje vjetëçare. Po mirë, rikthehemi prapë te lejet vjetëçare. Kush humbet dhe kush fiton të leje vjetëçare? Pa uzjatë. Okej, këtu fitojnë gjithë kush ka një leje vjetëçare, aq më tepër ata që çfarë do të thotë kjo? Se ka një vazhdimsi, pra ka një disa përmirësime që janë shumë interesante. Si e dim, ka një gjenerat e cila tashmë po deri në pension. Ja gjenerata e vitit 90. Mosha ime. Okej? E gjithë kjo gjenerat, të cilët nuk janë të paku, janë jo disa mira, por janë disa dhjetra mira, të cilët janë në një situatë tepër dëshpëruese dhe të vështirë. Pse dëshpëruese dhe të vështirë? Janë për vetë fakt sepse janë një moment që ata ose janë në pension, ose dalin në pension dhe vojnë për pension dhe nuk punojnë. Flasin për ta që fitojnë. Flasin për të kaluar edhe të veçareve. Sepse ata janë në një moment shumë të vështirë. Edhe
që nxitë veçare nga para i duhesh një parakull në 900 euro. Aktualisht me këtë për çfarë moshe bëhet fjalë tash? Nuk ka limit moshe. S'ka moshe. Por siç e dim, ata që kanë leje veçare janë ish kontingjenti i emigrantëve të viteve 90, pra sepse lejet veçare më dhanë para. Ata e përfitojnë, jo të tjerët, ë? Të gjithë e përfitojnë. Të gjithë e përfitojnë. Nuk kush ka leje veçare, e rrëvon leje veçare. Pra, çfarë do të thotë kjo? E them më herët. Vjen një qytetar, një emigrant me origjinë shqiptare, i cili ka leje veçare dhe i skaton në shkurt. Ose të paktën në qershor, dhe është miratuar ligji. Me ligjin ekzistues, ai automatikisht shkon në leje 5 veçare, pa kujdes. Edhe pse leje të veçare leje dhe më e mirë dhe më e fortë, ka kritere për plotësuar të thotë. Nëse ai ka munguar më shumë se 9 muaj, 5 vjet e fundit e humbet lejen e qëndrimit. Nëse ai ka munguar më tepër se 9 muaj një ditë e humbet. Pra do të thotë, ai automatikisht bie në lejen 3 veçare. Pra ka vështirësi, ndaj ka shumë pozitive. Çfarë parashikohet tjetër? Pra, është po kjo ligjend. Siç e thamë më herët, është një grup moshe e 60 dhe 65, të cilët janë në kufirin e daljes në pension. Duke ditur që Greqia ende nuk ka një marrëveshje me Shqipërinë për daljen në pension dhe ka vështirësi në daljen në pension, këta persona e kanë të vështirë të punojnë apo të shkojnë ESMA dhe të kenë sugeracion. Këtu parashikoj dy gjëra që mendoj është shumë e rëndësishme. Nuk do ketë me leje nën 3 veçare, pra kjo është një risi, do ketë leje 3 veçare e sipër dhe automatikisht parashikon. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që gjithë do marrë leje veçare dhe ajo që është mendoj pozitive është do të saksionohet ose më saktë do të përcaktohet me ligj që lejet 3 veçare duhet të renovohen jo më vonë se sa një vit nga dita e aplikimit, që do të thotë çdo emigrant që ka një leje 3 veçare nuk mund të humbasë më shumë se një vit pritje nga dita e aplikimit, që do të thotë është një risi. Si do të aplikohet ky format? Është një proces i ri, digitalizimi, që do të thotë të gjitha aplikimet nuk do të adresohen më nëpër ministri, përkatëse apo nëpër departamente e migracionit, detyrit e decentralizuara, por do të ketë një database të përbashkët, ne mund ta themi një shport të përbashkët për gjithë. Dhe aty do të përfshihen të gjithë punonjësit e drejtorive të decentralizuara departamentit e migracionit në të gjithë territorin e Greqisë. Që do të thotë një qytetar ose një inspektor i cili punon në Mitilini mund të shkruajë një kërkesë të një qytetari emigrant në Selanik. Një punonjës i administratës së Selanikut mund të shkruajë një kërkesë të Patrës. Ai Patri mund të shkruajë të Kozanit. Dhe kështu bën një dorëthurje. Pra nuk është limit. Pra ti shpreson që do kemi zvoglim të kohës pritjes? Unë e shpresoj dhe e përcjell sepse parashikohet në ligj dhe duke qenë parashikohet në ligj, unë gjithmonë nuk është se jap unë vendos gjithmonë, unë përcjell çfarë parashikon ligji dhe çfarë pritet të ndodhë. Dhe nëse kjo nuk aplikohet, do të jesh përgjegjësi e institucioneve përkatëse dhe Ministrisë së Por unë jam shpresplot dhe mendoj që këtë radhë do ketë një ndryshim sepse mos harrojmë që në Ministrinë e Migracionit është një figurë i cili është shkruar për ide të tjera të djatha apo pozicionet e tjera. Por në çdo rast ai ka thënë vetë ka pohur vetë që nuk mundet më të vazhdojë kjo situatë, kjo gjendje me penalizimin e emigrantëve mas 35 vjeç. Është absurde të mendohet, është absurde të mendohet dhe e kuptojnë shumë mirë bashkëtarët dhe ata që na ndjekin në këto momente që pas 35 vjet dhe në fund fare ti të rrezikosh ke apo jo dokumenta dhe fëmijët e tu të jenë të zgjedh, të jenë të shkëlqyer, të jenë ekselent, të mbrojnë atë që është Greqia në rastin konkret dhe prindërit e tyre të jenë pa dokumenta apo të jenë i Albani në këtë kuptim. Gjithsesi, shkojmë më tek sepse mendoj ka disa gjëra që i intereson bashkëtarëve. Ndryshon vitet për lejet e personave, pra për shkaqe njerëzore, arsyet njerëzore, antropologjike logje. Është një kategori tjetër e diskriminuar, e penalizuar dhe një kategori që u është hyrë shteti grek, administrata greke u është futur në hak, cila u jep leje një veçare, nuk i marrin këtë leje, Europatën kanë probleme, ministri mori probleme dhe mendoj kjo është një thirrje për çdo qytetar im tepër për faktorin shqiptar në Greqi, duhet të reaguar për këtë kategori sepse është e pa precedent në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Kjo kategori emigrantësh të diskriminohen në këtë formë duke u bajsur me leje qëndrimi një veçare. Kur thoni duhet të reaguar në çfarë formë? Të reagojnë.
Ka shumë forma. Fatmirësisht jetojmë me një shtet demokratik, një shtet bashkimor evropian dhe format janë nga më të ndryshme. Rasti konkret ishte lënia e komenteve dhe proposime konkrete, rastet konkrete janë shoqëritë, organizatat, shoqëria civile të reagojë duke trokitur në institucionet përkatëse, duke trokitur në institucionet, por është dhe forma tjetër, edhe forma demokratike. Dalë në një shenjë në protestë. Nuk mundet në këtë moment, pavarësisht të gjithë situatës politike dhe geopolitike në gjithë rajonin tonë dhe në një botë, këta emigrantë basisht e përvetit do të ishin shtetas të këtij vendi të vuajnë këtë padrejtësi aq më tepër, kjo kategori që është specifike, e cila gëzon respekt maksimal çdo vend tjetër të botës, akoma edhe vendet e pashfutuara. Pra, në gjykimin e mendimit tim është një diskriminim. Çfarë do të tjetër? Si janë ndryshimin e siç e tham të vizave të punës me kontratë me thirrje nga punëdhënësi. Është një proces që do të shtrihet shumë më tepër, do të ketë më shumë numra aplikatës, më shumë volum në aplikime, më shumë kategori, do të ketë shtrihet kategorive dhe do të ketë thjeshtësim të procedurave dhe jo vonesa siç e dim deri më sot, do të thotë emigracion i rregullt dhe i ligshëm nga vendi origjinës të emigrantëve. Dikush ka një plan, aplikon dhe ndiqet procedura përkatëse. Këto shpëtim pak a shumë janë të gjitha, ka të tjera po. Kam një pyetje, pas ta mbyllim. Po. Çfarë bëhet ky projekt ligj i ri për moshën mbi 70 vjeç? Çfarë parashikon? Shkurtimisht, më vjen. Shkurtimisht. Se dua që ato time që janë mbi 70 vjeç. E thash më herët, po e ritheksoj. Është një kategori e gjenerata e parë në të themi, që kemi gati vitin 90 dhe vitet 2000, të cilët aty ose kanë pension ose janë prej pensionit dhe kanë shumë të vështirë të rinovojnë linjën e qendrimit. Për ata, nëse gaboj, parashikohet është ka një kufi që është mosha 65 vjeçare, sepse 67-68 është mosha e pensionit, të cilët do ta mund ta rinovojnë linjën e tyre të qendrimit 3 vjeçare me subvencion privat, pra do të jetë mundësia e subvencionit privat. Kjo është një plus shumë i madh për këtë kategori, sepse është një kategori e cila ka të pamundur të sigurojë ditë puna apo të punojë aq më tepër shteti ku nuk është. Pra, do të jepet mundësia e lehtësimin e pajisisë dhe marrjes së një siguracioni privat dhe ata të rinovojnë linjën e qendrimit. Kështu që është parë dhe është punuar në drejtim, është një kërkesë që me sa di ka bërë dhe diaspora e ka përcjellë, sepse është një problem shumë i madh, por gjithsesi shoqëria civile ka pasur interes në drejtim dhe është investuar dhe ka dërguar propozime. Mendoj këto ishin të rejat e fundit. Në emisionin e ardhshëm kemi shumë pyetje dhe përgjigje, që them është dhe do të jemi emision i gjatë, që do të kthejmë përgjigje. Gjithsesi ishte një mundësi, ky është të dashur bashkëtar Lina Nikni, këto ishin të rejat e fundit për mbylljen e projektit të ri. Për çdo pyetje, për çdo shënjë që keni, mos hezitoni të na kontaktoni në rrjetet sociale tek Albania TV, na dërgoni mailin tek albaniatv@gmail, siç e shikoni në ekran. Na kontaktoni në numrin e telefonit 690 75 41 526, 699 38 14 485. Dhe dikush do të jetë aty për të dëgjuar dhe për të dhënë një përgjigje në problemet e shqetësimit që keni. Siç kemi thënë edhe të tjera, Albania TV është pranë jush, pasi ne vetë jemi emigrantë dhe zëri jush, zëri juaj. Ju takofshim në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim, ju takofshim në emisionin e ardhshëm.